Përshëndetje, mirë se vini në videot e mia, unë jam Blerina. Sot kom vendos me t'regu një paket që më ka ardhur dje. E kom porosit tek ASOS, që janë disa make-upe që i kom ble. Edhe thasht i ndaj edhe me juve. Hala nuk i kom qel asnjë, vetëm i kom këshyr ajo në krejt sende këtu. Okej, ta qelim këtë kesën e madhe. E kom porosit këtë paletën e syve. Kanë pëlqy ngjyrat shumë. Unë i kam edhe 2 paleta të Nyksit. Shumë e kënaqshme me to. Thash ta ndroj ta provoj këtë tjetrën. Step 1 këtu me qel. Ngjyrat janë shumë bukura. I kom marrë këto ngjyra që mu mendoj që më shkojnë ma shumë edhe që mu i mi përdor ma shpesh. Që kështu po duken. Kur ta provoj, ju t'regoj dhe juve se aja ka vlejt ajo. Okej, e ku marrë këtë fondatinën. Ta këqyri, aja kom qëllu me numër se do vetë ja kom fut me ngjyrë, po kur ta provoj edhe në fytyrë është numri 3 mdokët, po, 300, light, medium. Kjo është një puder. Ngjyra më do ke qelt e mirë. Edhe tash pse jo ta marrë ta përdori se më dok shumë e lirë. Vetëm kjo numër ke me zbritje 1 euro, tjera të ishin kon, kjo normal kushtoj këtë 8 euro, po nuk e di pse e kishin liru vetëm këtë numrin 004 1 euro në ASOS. Mas ne, si të regoj i herë këto. Tjetër është ky kremi për pore, për para make-upit që përdoret. Pash review të mira, edhe thash ta provoj edhe unë, më dok diçka e mirë. Masi i mora disa nga Elf, thash ta marrë edhe këta. Edhe këtë linerin e Elf, edhe kjo kundër ujit. Kjo maja është kështu, më m'pëlqen kjo maja kur është kështu pak ma e fort. Maste e ku marrë këtë brushën për vetla me ngjyrë edhe gel. Është kjo. Kjo është gel edhe ngjyrë për vetla. Gjatë përdorimit ju t'regoj se a është e mirë. Ngjyrën qysh ma ka marrë menja ku marrë. Po, ndoket është ngjyra e mirë që qysh është. Masne e ku marrë këtë lip filler liner. Këtë lapsin. Shto pas ka ngjyrën. Kjo kafja mu e më shkon shumë, edhe thash ta provoj. Kësaj firmes e ku marrë edhe këtë lip glossin e famshëm, që ku pa shumë shpesh në TikTok. Kështu këtë ngjyrën se ku përdor asnjëherë. Kështu, se dhja përvej. Okay. E ku marrë edhe një laps tjetër kësaj firmes Elf për buzë, se mu kanë sos këto ngjyrë kafet edhe unë i përdori shumë. Blush. E kum ble edhe këtë blushin e Elf. Ka pëlqy shumë kër e kum pa. Sa ato të Rare Beauty ndoken pak si shumë të shtrajta, edhe e mora qëta. Qështu ngjyra. Unë këto i ku marrë pa i provu, vetëm qysh ma ka marrë menja, po besoj që është ngjyra shumë e bukur edhe kini më ma pa kur ta përdori. Është edhe kjo, një concealer, edhe kjo është e firmes Elf. Besoj që më një mi pa. Ta qeli edhe këto. Që kjo është ngjyra. Nuk më do shumë dhest mi marrë se nuk më pëlqen kur për shumë e dhest. Besoj që kur ta përdori është muj mi pa rezultat, muj mi pa a ja ka vlejt ajo për ngjyra, se fakt nuk disha se asnjëherë nuk i kum përdor këto të firmes Elf. Edhe kanë me 25% zbritje këto të firmes Elf në ASOS, edhe shfrytëzova rasin i morra.
Mas në e ku marrë edhe këtë brushën për concealer, se ato brusha që i ku mbleju kësaj firmës Real Techniques. Kjo është brusha për concealer. E mora atë kësaj firmës, thash masi shumicën i kom kësaj firmës, thash ta blej edhe këto. Mas në e për fund e ku mblej këtë brushën, kësaj firmës Loti. Vetëm kjo e mungojke për sy, nuk kam diçka kësi të vogël. Edhe qkaq. Pëlqej edhe ngjyra, diçka e lezetshme me 2 ngjyra ish shumë e bukur. Edhe tjetër, shamura dhe këto pantollat. Janë pantolla thjesht, zi, gjona poshtë edhe kaq. Këto një këpi provoj se nuk janë diçka shumë interesant. Përshkoj piratoj këto shminkat e në vend. Edhe kaq kisha për këtë paketën, unë tash përshkoj piratoj këto në për vende, edhe shihemi më vonë. Pak ato senkat. Këto kom provu ngjyrë tjetër, këto ngjyrë tjetër. Vetëm thash t'i këqyri a kanë pigment, po disa ishin të mira, po disa nuk kishin për pigment që shprita. Ta mora tash është pakës natë edhe po doket shumë e ertë, po nuk është edhe qka shumë që shpedelen ka mirë. Po thash ta marrë një matë mbyllë t'a këqyri. Kjo e vedlave ishtë perfekte. Për mu shumë e mirë. Një person që nuk din fort mi rregullu vedlat, kjo ishtë perfekte. Edhe më duket vedla pak më natyrale, se kur pi vizatoj nuk pe di mirë mi bo, kështu që kjo më e lehtë më duket, edhe e kish një të mirë që nuk pe qit ke shumë ngjyrë që mu la përqit. Pakës edhe shumë perfekt. Një ngri pak për të ngrike, shumë e mirë. Për dit, perfekt. Për mu, shumë e mirë. Edhe sharkin pëlqej, ish i lehtë. Ki shumë bulus, po i mirë më dok. Qtash është ora 8 e mramjes edhe pregatit djalin me flajt. Qona, pi vesh i pijamat, për shtrina pakës, pi pres prajmin. Kështu që unë ju falenderoj shumë nëse më keni pasat. Kështu që shihemi nesër. Përshëndetje, njerëz. Na që tashin ato pini kafe bashkë me burri. Përshëndetje. Na të shkumi pini kafe. Po ka do me na ro shit tash. Patëm kohën shumë të mirë. Sa dolem na, u prish. Po nesër. Na që tash shkojmë pak se halosim me këfill, me kafe këfillën. Unë që tash jëmë të shku në CA. Thasht këqy isha kanë pru në i sanë të re.
dalë stash me borën me shetit pakës. E qova njëherë djalin e në futbol, po u duta më këthy. Pat më ardhë një post në shpi, edhe ajo posta Hermes nuk po janë shumë sigurt, shumë herë për malojnë paketën atë poshtë, jo vetëm mu, po dhe tjerve, dhe ju ka ndodhë që ju kanë vjedh, edhe ma sigur të kthejva tash ta marrë, edhe fati si u kthejva në shpi, tu i desh këpuca dhe mboj një zilja, dola e morra. Burri pat fol me trajnerin që aj mi këthy djalin në shpi, ka pas vanë në kjerë, edhe pse jo, tash nuk po kthejna mo, që deri sa të kthejna une, vetëm është loja gati në përfundim, edhe tash s'ja vlen. Vendosa mi qitë borën pak me shetit, se mas na i kom disa punë, kanë me marrë mësafir, edhe si na shqiptar që qohem i bojmë këtë punë për një heri. Avon duna me shku pakës në supermarket, me ble najsan, me ble pakës harq, tash pi bëj edhe një torte. Qështo? Hajde Bora! Hajde. Kë jemi ti? Ha? All die schönen Frauen, wo soll man hinschauen? Ich such mir die Beste, bald sind wir ein Paar. Dann gehen wir nach Hause, ja das wird ne Sause. Endlich Ratatatata. Wir lassen es rattern! Mirë mëngjesi. Sot është dita e 8 marsit. Ju uroj të gjitha nënave, grave, urimet 8 marsin, faq, shëndet e lumturi, paqe gjithmonë. Unë tash për bona gati ka dal dole, burri me djalin dolen mi bo një shëtitje me bicikëll. Unë thash të bona gati ka dal dole për qef, ti përdori edhe këto shminkat e reja që i kum ble, make-upin e ri, edhe bomi gati. Ftyrën e kum hidratu një herë sot në mëngjes, se lava hidratova, po pja bëj edhe një herë pakës hidratim. Se e kom lëkurën shumë thatë. Unë e lexova dikun që ma mirë ish me sëngjer, nëse I ki lëkurën në thatë, është ma mirë me sëngjer pakës t'lak, mi topit pakës në ftyrë, që mës mu fapër.
Nuk e di, po kjo konsila hiç s'm pëlqen. E kum provu edhe një ditë, po më thahet shumë, nuk e di pse. Për çata hina e lexova, thash është ma mirë me brush, po kjo brusha e përdori për një sanqetën, është se nuk ma i len mirë. Messenger shumë ma mirë. Edhe kitë pudrën nuk për ma dojke hiq lëkura, nuk e din, nuk të merë. Nuk muj mi po ftyrën te me që të thot. Duna mi këqyrë nëse ka nëjë pudrë për lëkura të thota. Të kjo ekstrem për ma thonë, edhe më do këtë si kasht. Një ditë e kum provu me këtë brushën për konsila që kum ble. Nuk ma shtrike mirë këto. Ose konsila nuk për më përshtatet mu për tipin e lëkurës, se e më rike shumë e thot, e kështu Messenger të lakt ma pizbutke pak, se po do ke ma mirë. Pëllina me qëta muse, përzina është me tjera me këta, edhe pak. Mejse, ta kry, shimi pas pak. Une syt i lyva. Na tash për du mi qitë edhe pak blush, buz tash pilon fund, se kam hongër edhe buk, më ngjes, edhe vetëm piqes pakës blush në poqe. Qonat ha buk. Paka shumë qështu jom vesh qështu, kom vesh një jakne, pantolla thjesht. Jemi të shku me një vend shumë bukur, thasht ju marrë me veti edhe juve. Ndihmom një u dojnë me nonën më babën. Na erdhëm pakës që to mi pi kanipije, tash jena të shku deri në qendër, se Leonin e ka marrë malli. Po u knaqëm, koha shumë e bukur, nxehtë. E kina gjithë vendin shumë ofër edhe shumë i bukur.